vizëve të vendosje respektisht qeveria Kurti 3 nuk i duhet, më së paku i duhet vetëvendosjes, më së shumti i duhet Kosovës, por edhe kombit, sepse kemi të bëjmë me një markim të veçantë të historisë. Prej nga pastaj do të mund të ecet tutje drejt shndërrimit të kombit shqiptar në faktor të veçantë në rrethshtimet e reja gjeopolitike që po ndodhin aktualisht. Prandaj ka nevojë për një qendër të fuqishme të vendimarrjes politike shqiptare. Shqipër këte, fitoria vetëvendosjes më 28 dhjetor është edhe fitoria jo vetëm e Prishtinës, por edhe Tiranës. Profesor, për ta mbyllur me atë që ju thatë, pra geopolitikën, lëvizjet geostrategjike, kemi parë një dokument në fillim të dhjetorit të firmosur nga Trump. Ka mjaft detaje edhe për Kosovën aty, ndalohet shkëmbimi i territoreve, procesi që po vazhdon duket që dialogu tani jo nga Brukseli, po do kalojë nga Washingtoni, që në fund të finalizohet sa më shpejt me njohjen. Po, dokumenti ndoshta më kryesorët i aprovuar, iniciuar nga një kongresmene demokrate dhe i mbështetur nga një kongresmen republikan, pastaj ka bërë bashkë Senatin e Kongresit. Që e bëri bashkë edhe Senatin edhe Kongresin, dhe që u nënshkrua në fund nga presidenti amerikan, na rikthen në vitet 90-at të shekullit të kaluar, kur u pozicionua qartë interesi strategjik kombëtar i Shtetet Bashkuara të Amerikës për Evropën Juglindore me theks Ballkanin Perëndimor. Në këtë kuadër, Kosova zë vend qendror dhe pozicionimi i qartë lidhur me të ardhmen e saj si pjesë integrale e botës euroatlantike, që e vë në theks dialogun me Serbin, por duke e rikthyer në vendin e vet domosdoshmërinë e njohjes reciproke, paqënshmërinë e integritetit territorial, njohjen reciproke gjithsesi në qendër, dhe që është me rëndësi heq nga diskutimi i koloareve antishqiptare idenë për në do të thosha të aneksimit të veriut në emër të shkëmbimit të territoreve, dhe në këtë kuadër sigurisht pozicionimit të ardhmës së qartë të Republikës Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë në botën, në sferën e botës perëndimore. Ky është ndoshta dokumenti më i veçantë që përputhet plotësisht me interesat edhe të kombit tonë. Kur i lexuat këtë dokument, çfarë menduat për idenë tuaj që ne kemi diskutuar shumë herë për bashkimin shqiptar, kombëtar? Ç'është e vërteta, kjo sforcon idenë e Federatës Shqiptare që nuk cenon as kufit e jashtëm brenda Ballkanit Perëndimor, por në anën tjetër e forcon idenë e integrimit euroatlantik, sepse dy republikat shqiptare, duke qenë të integruara brenda Bashkimit Evropian, ato paraprakisht mund të kryejnë misionin e integrimit kombëtar, një bashkim modern nacional, larg petkut nacionalist të shekullit 19, por që korrigjon në mënyrë të ndjeshme padrejtinë historike që ja është bërë shqiptarëve. Duke uruar ta kaloni mirë koç, profesor, të falenderoj shumë për analizën. Lutem, mirupafshim, gjithë mirat.